hedhim pak parfum që të na vej dita mbarë edhe vazhdojmë me pastrimin e shtëpisë. Tani po pastroj dhomën e djalit aty, edhe të gjitha këto gjërat unë i mbaj tek dhoma e djalit, por nuk i përdor aty, i përdor ose në tualet ose tek dhoma ime, por me që këtu ka më shumë dritë dhoma e djalit se sa dhoma ime, edhe i mbaj tek kjo dhomë. Parfumet, aromat të gjitha këto që hedh ose për flokët ose për trupin, nuk i përdor brenda në dhomë, vetëm kur bëj lyerjen, atëhere mund t'i përdorë, edhe ndaja i mbaj aty se ka më shumë dritë, siç u thashë. Dhoma ime e gjumit nuk ka shumë dritë, edhe ndaj nuk i vendos atje. Siç mund të shikoni, kam shumë aroma, mos pandeni se i mbaj shumë kohë, mbarojnë shpejt se unë i përdor shumë, më pëlqejnë, edhe sa herë që udhëtoj blej nga një aromë, kjo është dhurata që i bëj vetes sime sa herë që udhëtoj. Edhe me që këto kohë kam udhëtuar goxha, shikoni që janë mbledhur goxha aroma. Edhe unë blej edhe nga këto kapset e flokëve shumë, se kudo që të ndodhem, do t'i humb. Nuk e di se si bëhet kjo punë, mund të kem 500 kapse për flokët, edhe prap ngelen pa kapse, sa i haroj në Greqi, sa në Shqipëri, sa në Angli, edhe pastaj kur më dua nuk kam as edhe një me vete që dua të kap flokët, ose kur udhëtoj, ose kur dua të bëj punët. Ndaja edhe i blej me kile kapset e flokëve. Mbaroj edhe pastrimi i dhomës të djalit, u bë perfekte, edhe shifemi në videot e tjera. Ciao!